Flasim tani për filmin Heshtja e Sirenave, të nderuar televizikues që po vazhdon në kinemat e Kosovës. Rrugtimi i filmit Heshtja e Sirenave. Jemi këtu me Gazmend Nela, që është regjisor dhe skenarist i filmit. Mirëmëngjesi, Gazmend, mirë se erdhe në studio. Si. Faleminderit që erdhe Gazmend, më parë më herët para se të vije ti dhe kur e prezantuam edhe temën edhe ty si mysafirë treguam pak a shumë edhe sinopsisin, një sinopsis shumë interesant, një temë shumë interesante që e ke trajtuar në film, një film që ka dalë para një, sot 3 vjetësh, pak më tepër se ka filluar xhirimi para 3 vite edhe diku në fund 2023 se kemi pas premierën e parë në festivalin Sao Paulo Mostra në edicionin e 47. Edhe që ka pasur rrugtim të mirë deri më tash në shumë festivale apo jo. 2023-2024 ka vazhduar për festivale ndryshme, kemi pasur një përfundim në festivalin edhe të Kosovës në Prifilm Fest, ku edhe morën çmimin si filmi më i mirë dhe aktori më i mirë. Që në vendin tonë u kthyem në disa festivale edhe me këtë çmim, kështu që keni përmbyllje goxha mirë. Edhe pse vazhdoi edhe në disa festivale, kemi prapë në 2025 në ende kemi janë 2-3 festivale tjera. Ama në 2024 si më thënë ka shëtitur shumë në festivale dhe ka marrë vlerësime. Edhe i ardhkua me shfaq para publikut tonë. Shumë bukur. Çfarë trajton Heshtja e Sirena? Heshtja e Sirena, kur lexon sinopsisin, ka një temë është një dram krim, po për mua është më shumë është një temë, një dram familjare se sa një krim, për shkak se kemi personazhin e Avnis, që personifikon shumë mirë aktori jon Sunaj Raqa, që ka bërë një punë shumë fenomenale, kështu që i thras njerëz edhe me pa filmin edhe për shkak tina. Avnin, i cili gjendet me një situatë dhe një kohë jo të duhur, edhe është ajo pyetja e cila lind të jesh apo të mos jesh. Edhe kjo është për mua ajo sujeta ose subjekti i filmit, normal mbrana kemi korrupsionin, kemi sistemin tonë, ku njëri vetëm ndoshta një fal lufte me sistemin, edhe në ato me sistemin dhe mbrojtjes së familjes. Kush i mori parat? Kush i vodhi parat? Këto mas myti kisha deshtë me po në kinema. S'po ta tregojmë krejt atë Nuk po ta tregojmë krejt. Nuk e di nëse ngreva disa pikpyetje që ishin shumë interesante edhe për publikun që i nxisin ata me ardhë dhe me pa filmin. Sigurisht ka pas një interesim të shtuar vazhdueshëm nëpër kinemat të Kosovës. Deri tash javën e kaluar kemi pas premierën, shfaqjen e parë, filmi po ecë shumë mirë. Është përmbyllur gati një javë, interesim ka, shikues ka. Por ndryshe po ashtu nesër filmi fillon me u shfaqë edhe në Maqedoninë Veriore, nëpër kinemat Cineplex. Ka filluar një udhtim, presim Tiranën e kështu me radhë. Okej, ndërkohë po shohim edhe disa pamje të filmit, trailerin e filmit, edhe vërtet duket një realizim shumë i mirë dhe një film shumë interesant, i mirë edhe një prej temave kështu. Ndryshe nga filmat që janë trajtuar në Kosovën e paslutës, apo jo, Gazmend, një temë gjithashtu shumë interesante. Realisht atë pritej me shfaq para publikut të Kosovës, e ke shfaq veç në festival në Prifest, për shembull, dhe filmi, si më thon, ka qëndruar aty, ka shëtit në festivale, por nuk i është treguar publikut në një masë më të madhe të njerëzve. Po normal në si krijuesi këtij vendi, se kur e bën një film e bën për krijuesit për shikuesit vendor, tash suksesi i filmit është diçka tjetër pse merr festivale, po gjithnjë janë objektiv është shikuesi jon, vendi jon, edhe normal emocionet ishin shumë të mëdha, sidomos për Film Fest kur është më shfaq për herë të parë. Po mendova që kalova këto emocione, po kur shkova javën e kaluar në premierë prapë në Cineplex, ishin edhe më të forta diçka, u kthyer edhe më shumë. Për shkak se Prifilm Fest ka një komunitet caktuar, ku vijnë më shumë filmbërës, kurse tash kishte edhe njerëz të tjerë, edhe ishin edhe kur dola me mbajt fjalimin, isha shumë i emocionuar. Sa Kosovë ka për brenda, sa dram familjare ka për brenda, sa realitet ka për brenda filmi, sado që fabula, siç e tham, është ndërtuar edhe në bazë të ngjarjeve që ne edhe mund t'i prekim për të shohim policinë e Kosovës, sa ishin të vështira momentet e shëzgjirimit e gjitha këto. Si çdo film, gjithë ka ato problemet që dalin edhe para xhirimit, po edhe gjatë xhirimit, dhe ky film ka pas ato problemet e veta, po krejt çfarë do të thonë është policia e Kosovës na ka ndihmuar shumë. Me gjitha makina, kostumet, këto uniformat, që kanë qenë shumë bashkëpunues, në këtë aspekt kemi pas kurrë problemi. Kemi pas probleme të tjera kur në atë kohë dikur filloi edhe lufta Ukrainë-Rusi, kur po them pse kemi pas problem, ku fillon më rrit çmimet e karburante, ushqimet, edhe dikur buxheti ja nisi pak me pas probleme, bashkëllum në sa fillu filmi javën e parë të xhirimeve. Edhe këto me probleme tjera gjatë setit që normale, jo vetëm filmin tonë, po besoj çdo punë, çdo profesioni ka këto. A filmi patjetër që është një film origjinal i Kosovës, për shkak se ngjarja ndodh. Edhe koproduksion me disa kompani të tjera, po jo. Do të thonë qendra kinematografike kam mbështet filmin, po ka edhe jeni koproduksion me disa kompani sa bashkë.
Kemi me disa kompanie vendore, është prodhim, do thot, mbështetje për qendrës grafike, prodhimi Frame, Icon Studio, bashkë prodhim me In My Country Post Production, po folim për vendin tonë, është bashkë prodhim pashtu me Maqedoninë e Veriut, me Skopje Filmin, me Zvicrën, që tash veç ka fillu më shëndru një traditë e bashkë prodhime me Zvicrën. Okej, pse kjo? Po, kur ka fillu, ma herët, filloj me filmin e Hive, Blerta Bashollit, edhe ke një bashkëpunim një bashkëprodhim shumë që funksionoj, edhe vazhdun tani edhe me filma tjerë, edhe një prej tyre ishte edhe filmi. Edhe u kriju nështë ta, nuk di, për shkak se ka shumë shqiptarë që jetojnë në Zvicër, edhe shoja organike. A shfaq në Zvicër filmi? Po shfaq në festivale, po do shfaq edhe në kinema, edhe në Zvicër. E më bukur shumë. Edhe nga ajo që po shojmë edhe po e themi për ditë që një numër i madh i shqiptarëve atje po shkojnë dhe po i shojnë këto shfaqje. Edhe si presje realisht. Koncerte, varësisht çfarë u ofrojmë ne nga këtu. Je edhe skenarist i filmit, edhe regjisor i saj. Sa e patë vështirë ta mbash këtë balancin, sepse kur e di se sa me detaje një regjisor kërkon, po dhe një skenarist patjetër kërkon. Jo, unë mendoj që për mua është shumë ma lehtë, nëse jam edhe skenarist, nëse ideja fillon gjithçka prej teje, atëherë e din çka ke në dorë, është shumë ma lehtë me trajtu edhe si regjisor. Kështu që në aspektin regjisoral, se jam skenarist, ma ka po punën shumë atë. A je film ma shumë regjisor? Cili je më shumë? A je ma shumë regjisor, a ma shumë skenarist, a 50-50? Po jo, është nuk dohet, po ne është një diçka që shkon bashkë, për mu nuk mundesh me ndo, muj me thonë nuk jem skenarist i mirë për tjertë, për më shkru skenare për tjertë, po jem skenarist i mirë për vetën, si regjisor, po shkak nështë edhe aspekti vizual, kur e shkruar e me ndonë filmin si ka mu duke, edhe kur e shkruar, është ashtë pak ma e letë, për mu, e për ta, nështë asë jem skenarist i mirë për tjertë, po për vetën. Po me aktor? Po shkon mirë, po. Po, sigurisht me aktorët, i knaqur, pa tjetër, emrë si Sunaj Raqa dhe të tjerë. Me aktorët shumë i knoqën. I ke zgjedh vetë ke fundit, e banë përgjithësinë. Po gjysa punës të në shkasta. E vërtet. Këtë zgjedh aktorët të duhur, atëherë që shkruaj gjysa punës, edhe jam shumë i knoqën për shkak se unë besoj që Kosova ka shumë aktorë të mirë. E vërtet. Kemi aktorë të gjitha moshave dhe një prej atyre nuk është roli kryesor Sunaj Raqa, është një aktor që ne kam parë shumë filma të tjerë. Filmat shkurt, filmat gjatë, në teatr, dhe përzgjedhja ati nuk ishte rastësore. A ke pas audicion, i ke ftu ti? Jo, Sunajin e kom mendu qysh e ke pon film. E kom pon film edhe gjatë shkrimit edhe mas që ka përfundu skenari. Cilin rol e lunë Sunaj? E ka Avniu. Avniu, do të protagonistin kryesor. Protagonistin kryesor i filmit, ku filmi fillon me Avniun edhe përfundon me Avniu. Është edhe Almir Suodolli, Armenis Nokšići dhe Rina Krasniqi, apo në rolet kryesore? Në rolet kryesore, Almir dhe Rinën janë dy aktorë në mosh pak ma tre, janë aktorë shumë talentuar dhe kanë bërë një punë shumë të mirë, edhe kanë kalu shumë mirë me këta dy. E kush Armenis është një aktorë mosh pak ma e vjetër, cilën është aktive jetën. Jo shumë e vjetër, po e mesme, po du më thonë në skenë është pak ma krasim me këta dy, në skenë është kogja mot jam Armenisi. Se po nashe Armenisi më ndezdi që shtetë në studios. është edhe në teatr edhe shumë aktive, jeton në Shkup, për ndryshe, edhe aktive përveç teatrit, është edhe filmit, është një figurë. Trekom, Gazmen, si më thonë, kjo është puna jote, nuk e di nëse është skenari parë që ke shkru për një film gjatë, Jo. Ke shkru edhe për... Për ndryshe kjo është filmi jemi dyti gjatë. Filmi gjatë. Se për filmat të tjerë, po tash mos edhe për filmin e gjatë është i pari. Po që nga i dyti edhe e ke kalu tashmë testin edhe para audiencës edhe para vetës të ke fundit, sepse kemi nevojsh për shërmi dhe shmurë vetës mund të bëjmë. Jo veç filmi për çdo lloj formore, ti fillon gjithçka prej fillimit, nuk ka lidhje pse ke bërë një prapë është Sa gjatë filmi Heshtja e Sirenave? 93 minuta. Do të thonë edhe koncentrim i plot një orë gjysmë. Çfarë thanë ata që e ponë filmin? Po mendoj jashtë njerëzve të komunitetit, jashtë filmbërësve. Edhe kritika, po edhe të zënë publiku i zakonshëm që e ka pa dërim tash për Prishtinë. Çaj pëlqen, çaj vjen bresa? Po është një film, prej filma të tjerë është do të përkar zhanri, ndoshta mos themi i pari, se kemi luar fjalia i pari për gjithçka, nuk është prit parëve, po jemi për aty që kemi trajtuar, ka një tension filmi shumë mbrana filmit, do të prej fillimit deri në fund, e ka, që më thonë, thrillerin mbrana, që në film ato nuk është trajtuar shumë, kurse në këtë film nëse regjisori kom trajtu pak më shumë, do është edhe kjo e bën veçantë atë filmin ku prej fillimit deri në fund nuk e din kush i ka marrë paret. Edhe si do të zhvillohet gjëra, e ka këtë tensionin në filmin 90 minuta që për mua është një arritje edhe si regjisor, edhe si krijues, film shumë i kënaqur edhe i lumtur që e kam arrit që mund me majt 93 minuta të në atencionin. Publiku e vlerësoi këtë? Po e vlerësoi. Patjetër e vlerësoi. Ç'është një koment ka me këtu në mendje dikush që ta ka thënë? Po nuk di ka shumë komente, ka tash kur
Përveç urimeve të përveç urime, ato po të bombardojnë me komente, dikush është patjetër komenti që është i paevitueshëm, është komenti për Sunaj Raqën, për aktorin kryesor. A ju ka pëlqyer Sunaj? Po, është roli i tij është diçka e jashtëzakonshëm, kur është filmin, është komenti i parë është ai, po përveç asaj thashë kemi këto dikush komentu që i ka marrë ai parë, këto komentet jo, ky po edhe ke çka tenton të përcjell filmi tek ata që shohin? Cili është mesazhi që jep? Përpos dramës që trajton edhe një korrupsion që zhvillohet aty që deri në fund nuk dihet çka po ndodh. Tash mesazhi nuk jam prej atyre që ndoshta ju nuk besoj që filmi duhet të jap një mesazh. Jo domosdoshmërisht, por nuk e preferoj mesazhin, po krejt çka preferoj është me tregu një tregim ku njerëzit nëse vinë kinema me pa atë film, me përjetu një emocion caktuar, çfarë do lloji qoftë ai, ose për të mirë ose Dakor, ky është edhe mesazhi, nëse po është edhe në fund ndoshta qëllimi i filmit besoj është ndoshta me provoku ndonjë pyetje. Brenda këtë aty në shikuesve e provokojnë ndonjë pyetje atëherë ku arrit suksesin. Ai pyetje është me pyet vetëm ku jemi, çka po bëjmë, a jemi mirë apo është keq. Nëse kemi arrit këto atëherë. Edhe këtë ka për obligim, ka obligim filmi. Jo vetëm film, po besoj televizioni shumë i me regji dhe intelektuali. Po atëherë mesazhin është te shikuesit. Për mua filmi nuk përfundon vetëm. Domethënë secili e merr në këndvështrimin e vet. Këndvështrimin, patjetër se filmi për mua nuk përfundon vetëm me xhirim, po përfundon edhe kur shikuesi e shet, ose edhe shikuesi ja jep një vlerë filmit, ja jep një ide ose një mesazh ku bëhen bashkë. Po do të më pyet diçka Gazmen, se sigurisht e dim që ju që jeni të zanatit, edhe si skenarist edhe si regjisor, punoni për kësaj pune, jetoni për kësaj pune, po mandej vështirësitë janë aty. Një regjisor për shkak detyrohet me bëu edhe punë të tjera për me mbet aktiv, ndoshta për me majt edhe kondicionin, por edhe për me fitu për të jetu ndër të tjera. Po filmat e gjatë mandej, si më thonë, një regjisor nuk është që krijon shumë filma të gjatë për gjatë karrierës së tij. Karriera është e gjatë, filma nuk ka shumë për shkak të këtyre Të e gjatë. Të metrazhit e gjatë, po bravo, në këtë aspekt. Qysh ma hu për filmin. Pse? Jo, ideja se sa arrini të mbjetoni ndoshta me budgetin që mund të qysh e kiti raportin me filmat e metrazhit të gjatë? Ta zëm, nuk di se e donë edhe kohën e vetë, i donë disa vite kohë për me u realizu. Po flasëm në aspektin e Kosovës, jemi një vend shumë i vogël, dikun sa një treg shumë i vogël, edhe zakonisht jo vetëm Kosovë, po në përgjithësi në shtetet evropiane, edhe në këto shtetet më të vogla, filmi mbahet prej fondeve shtetënore, me qendrat filmit, jo vetëm na, po kemi Francën, Italinë ose Spanjën që në shtete shumë më të mëdha prapë financohen prej fondeve. Edhe gjatë financimit, ndoshta edhe financimet janë më të vogla dhe kjo prej filmit në filmin tjetër e merr një kohë shumë të madhe, është diku minimumi është 5 vite. 5 vjet, po të? Është 5 vite, po shkak se kemi një herë buxhetin, ok, kemi shkru, po është buxheti, derisa mbyllët, derisa të fitohet. Nëse keni 30 vjet se mund të shpikriu një 5-6 filma. 5-6 filma, tash a mundet me u zvoglu, po mundet, kjo mundet vetëm me financim do thotë. Po nëse zvoglohet çdo procedura, nëse burokracia zvoglohet, një regjisor mundet me qenë produktiv për më shumë filma, sa mund bëj një regjisor, sa filma mund të bëj, nuk di, dikush Hollywood për shembull, regjisori më i mirë edhe që se ka fare dertin e parave, Spielbergu, sa i bën? Po tash varet është një kohë, ndoshta e ka për mua ideale, më marr me filmin kur kishin që çdo 3 vjet me një film 3, po. Me një film 3. A kështë është me provoku, si më thonë, edhe vetën me disa zhanre të filmave, apo me u profilizu në një zhanër caktuar? Po tash thonë për regjisorët, një regjisor e bën një film të njëjtë, çdo herë bën filmin e njëjtë. Po shpresoj mos me boç ato, shpresoj me eksperimentim me zhanre. A jete kjo sociale, atë kjo e përditshme, atë realiteti më tepër se ajo mistika që dhe misteri që përcjellin ndonjëherë. Kisha pas dëshirë me eksperimentu, për momentin jemi në tregimet tona vendore, që ta bazohen në realitet. Kemi plot. Nuk kemi diçka, po ide botë diçka tjetër, ndoshta ndonjë zhanri fantastik, pse jo, ose ndaj horror, është një zhanër që... Cili është zhanri që i mungon Kosovës, se që menon që ti si regjisor, po ndoshta horrori, si regjisor mundesh me dhënë kontributin aty edhe me plotësua këtë vakum? Zhanët ashtë unik. Kemi bë filma historik, shumë e drejtë kjo. Kemi bë filma dokumentar fort, kemi bë filma monografi, komedi pak, por... Kemi dhe dikur në huzia, kemi horror, nuk dhja është në aksion kemi sa të duash. Kemi film fantastiku shkencor s'kemi. Jënë kretë këto.
Nuk di, është ashtu film, diçka me provu, diçka 3 origjinale që bazohet brenda Kosovës. Ajo që është e bukur diçka si Hollywoodi. Po, sigurisht. Ajo që është e bukur është se filmat tanë po vlerësohen shumë ndërkombëtarisht. Domethënë, ne jemi të përditshëm këtu dhe përdit japim lajme që filmat tanë po vlerësohen nëpër botë. Ja, tash jemi me pjesëmarrje në festivalin e Cannes edhe në festivale të tjera. Çfarë mendimi ke? Po, në këto vitet e fundit filmi i Kosovës e ka pas një bum. Kur po them një bum, një shpërthim ndërkombëtar, nuk është se prodhimet kanë qenë shumë të mëdha, edhe kanë dalë disa filma, prodhimi ka qenë shumë i vogël, po me këtë numër të vogël të filmave, shpërthimi ka qenë shumë i madh në festivale, jemi në trend, çdo film jonë e pamundur është pa marrë pjesë në festivale, nuk po them vetëm festivale, po jemi festivale me nam, festival kategorisë A, dhe po shpresoj me vazhdu këtë trend, me vazhdu këta filma në këto pjesëmarrje në festivale, për shkak se janë shumë e rëndësi edhe për vendin tonë, po edhe për filmbërësit. Çfarë po ndodh, se vërtet është një gjenerate e filmbërësve e kinezëve tonë që është paktën në këtë vend në këto vende ku jetojmë ne, në Ballkanin perëndimor, pra jemi duke prirë duket apo jo, me filma të mirë edhe me realisht me produksion edhe me shkime edhe me vlerësime kombëtare. Kur po flas nuk është vetëm kvaliteti, nuk është vetëm festivale, por edhe kualiteti i filmave, filma shumë mirë. Sigurisht. Edhe ka ardhur koha që na me pas këtë kohën tonë, po jo. Ka ardhur koha dhe ka ardhur koha që me mirëbojmë ta, nuk ka vetëm por nuk bëhet film pa një fond caktuar për para. Një fond caktuar, po me një rritje ndoshta të fondit në buxhetit, pak më shumë filma, me mirëbojta, me vazhdu këta regjisor me këto suksese, po kanë marrë edhe regjisor tjerë të ri, duhet të ata tjerë. Me pas një farë prodhimi, vazhdimsi të filmit, po më krijoni një industri e vogël. Regjisor të rinj? Si ke raportet me studentët, me të rinjë të cilët duan që studion regjin, është si përmarrje rrezikshme? Po, unë nuk është vetëm Kosovë rrezikshme, po gjithkund botë, arti, nuk është doli për aty. Sidomos tash me intelegencën artificiale, me interferimin e gjithçkaje teknologjike që ndodh. Po, tash kjo ndoshta ndryshon në aspektin pak të prodhimit të filmave, po nuk besoj që ka me ndrru tregimin. Tregimi ka ekzistuar me mijë vjet, ka ekzistuar në paratur shpellat kur njerëzit janë mbledh rreth zjarrit edhe kanë vizatu, nuk kanë ndryshuar si tregim, ndoshta kanë ndryshuar teknika, forma, përpara kemi shkruar me makinë shkrimi, tash shkruaj me laptop, ndoshta kjo ato janë forma lehtësuese. Inteligjenca artificiale kam i lehtësuar, ndoshta kam i heq disa pozita të filmit që nuk është mirë, po prap aspektin kreativ tregimtarit nuk besoj se kam e zaventsuar. Njeriu se zaventson ende asgjë. Ende. Po, ende nuk e dim, tash ardhmja është e paparashikueshme, ardhmja shumë e largët. Çfarë bën një regjisor të mirë? Si bën regjisor të mirë? Regjisor të mirë nuk di. A e bojnë çmimet, a e bojnë mirënjohjet, se nganjëherë nuk e di, më duket kjo është subjektive. Ti Kjo mund është të patëm subjektive. për shembull në Eurovision disa këngë që janë shndruar në hite, por që si kanë fituar çmimet. Po që vërtet sot Që kanë marrë zemrat e publikut. kanë marrë zemrat e publikut. Tash një regjisor çka bën të Jo mirë. gjithmonë çmimi ta Po, është jo çmimi, po është vepra normal. Para kur po them është vepra, është ndoshta me një vepër jo ose dy, po ndoshta me një vazhdimsi të vepra, po besoj që koha është vlerësuesi më i mirë. Varet kush vlerëson, atë po doja të them, varet kush. Koha besoj është vlerësuesi më i mirë. Nëse një këngë po flos, më është bojit, po mas një javë nuk mbahet mend. Koha dhe publiku, njerëzit që të duar trokasin me shpirt vërtet sa herë shfaqen ose shohin shfaqjet e filmat e tu. Bukur shumë, kasta aktorëve mirë janë, vazhdojnë me qenë në energjinë e duhur edhe pas ata kanë suksesit rrugtimin e vet tash. Secili ka rrugtimin e vet. Edhe them prap, të marrë me pa filmin mas mirë. Po. Absolutisht. Me shumë çdo ditë në kinema? Është çdo ditë në kinema. Është në Cineplex Prishtina dhe Cineplex Prizren. Okej. Termine ndryshme fillon diku prej orës 4 diçka deri në 10. Okej, futuni në rrjetet sociale dhe Heshtja e sirenave, merrni biletat tuaja dhe shkoni e shijoni pak kokoshka dhe lezet aty, edhe e kuptoni kush i ka marrë parë. Edhe në fakt është një farë obligimi joni me përkrahë dhe kinematografin vendore, apo jo kinastet vendore dhe këta filma që nuk është i kemi të shpesh, po i kemi të mirë edhe duhet të shkojmë të shohim. E të mos flasë për mensh, s'ka kur që në Kosovë. Ka, veç duhet me shku me ubint, edhe me e pop. Gazmen, faleminderit shumë që erdhës. Faleminderit. Shumë sukses.